kemi edhe Marselin, nuk e di nëse kam lidhje Marcel Vocajn për rastin e Tiranës, sepse edhe në Tiranë kemi padur një situatë delikate, bëhet fjalë për arrestimet 3 të rinj, 2 17 vjeçar dhe 1 22 vjeçar, të cilët i kanë hequr lirin për pak, sigurisht, i hoqën lirin një të mituri dhe e kanë goditur atë, pra ka qenë një situatë po gjithashtu dhune. Po të shkoj pak me Marselin në lidhje. Marcel, çfarë ka ndodhur konkretisht? Ndalemi pak tek rasti i Tiranës pas asaj në Vlorë. Ma konfirmon regjia audion, se nuk e kam Marselin ende në audio, dhe një provë. Nuk e di nëse e kam këto momente për sa i përket. Oke, kemi të rinj të cilët janë përfshirë në konflikt, se pas pak do kemi edhe Shkodrën Manjola. Një situatë shumë e tensionuar mes të rinjve shqiptarë, mes një rinie në Shqipëri. Është vetë mosha që fëmijët i qonë do njëherë, sepse ky mitur i cili kishtë ngacmuar, do më thonë, motrën e dikujt për këtyre të treve, është vetë mosha që e ka quar që mos të kontrollohet, sepse ose është dhe dëshira vetë, ose është edhe ajo e cila bën të duket, sepse sot të rinjët po mendojnë si kur e po ngacmuan dikën në rrugë, ose po bën një veprim të pahishme, të paknaqshme, ato si kur krijon një vetë besim, si kur unë jam kështu, edhe nuk arrin ta kuptojnë veten, do më thënë që ky është një rast për shembull jo i këndshëm, ndërsa nesër pas nesër kur ai fëmijë i cili e ka kryer këtë lloj veprimi, kur të rritet nuk mendoj se do të arrijë, do të piqet edhe me moshën, sepse çdo gjë kalon me moshën, ndërsa këto të tre të cilët e kanë kryer këtë lloj akt, këtë lloj veprimi, unë mendoj se këta janë ato personat të cilët duhet të studiojmë nga ana psikologjike. Pastaj pjesa tjetër merren ka të tjerë që merren me të. Nga ana psikologjike që duhet edhe t'i pyesim edhe t'i kemi madje edhe në seanca dhe t'i pyesim se çfarë ju shtyu juve që ta dhunoni deri në këtë pikë. Çfarë i shtyn këta të rinj dhe çfarë i ngacmon ato nga ana në aspektin psikologjik që këta arrin dhe përdorin dhunë fizike dhe dhuna të ndryshme, se nuk është vetëm ajo. Edhe dhuna psikologjike që kanë ushtruar atëherë në atë rast, sepse unë mendoj se duke ushtruar dhunë fizike, ato kanë ushtruar dhe fjalë. Dhe fjala është ajo që të vret nga ana psikologjike. Dhe këta duhet me patjetër që të merret dikush me ta në aspektin psikologjik dhe të arrijë të kapin përveç se institucioneve që do merren. Ja të shkoj se ka Marselin në lidhje që të na raportojë dhe ta diskutojmë me Gjergjin më pas. Marcel, je në lidhje tani. Çfarë ka ndodhur konkretisht me këta 4 të rinj, pra flas për 2 17 vjeçare dhe 23 vjeçari me të miturin? Po shërë, si që thotë edhe ju pak një ditë më para, bëhet fjalë për në zonën e Kamzës, ku komisariati nr. 5 ka zbuluar një rast të heqjes së lirisë së një mituri pasi ishin të rrëshur gjithashtu dhe nëse mund të themi edhe në pengmarrjen e 2 miturit e tjerë. Bëhet fjalë për shtetat të cilat janë funduar dhe janë arrestuar nga policia dhe nga komisariati nr. 5. Dhe bëhet me dije se mes të arrestuarve është edhe një 22 vjeçar, bëhet me dije se është shtetasi Feraldo Lusha. Gjithashtu kemi arritur të zbulojmë dhe si ka ndodhur gjithçare pasi Dhe njëherë të lutem, Eraldo Lusha, po thoje kush është personi? Fioraldo Lusha. Fioraldo Lusha. Është 22 vjeçari. Po? Po, ndërsa për 2 të miturit e tjerë, për shkak të moshës së miturve, nuk kemi të dhëna të tjera me lidhje me moshën. Është zbuluar se një ditë më përpara se të ndodhte ngjarja për një mitur i cili u mor peng, kishte ngacmuar motrën e njërit prej pengmarrësve, nëse mund të themi kështu, dhe ata kishin lënë një pikë për të sqaruar. Në momentin që këta 3 shteta s'kanë ardhur në vendin ku e kishin për të sqaruar, i kanë kërkuar që të bënte një xhiro me ta me makinë. Dhe fillimisht nuk ka pranuar të hyjë në makinë me 3 pengmarrësit, por pastaj ata kanë arritur që ta fusin brenda në makinë dhe ku e kanë dhunuar dhe pastaj e kanë çuar dhe gjithashtu edhe në lagjën e tij. Ka qenë veti mitur i cili u mor peng, i cili ka bërë denoncimin në komisariatin nr. 5, por gjithashtu edhe ky i fundit është proceduar penalisht, por në gjendje të lirë pasi gjatë kontrollit ushtror atij është gjetur dhe një armë e ftohtë. Është gjetur një thik. Është gjetur dhe një armë, po gjithashtu. Një thik, është gjetur një thik personi të miturit i cili ishte marrë Arsyeja e kësaj ngjarje është ajo çfarë po komunikonte edhe Manjola pak më parë, pra për shkak të një ngacmimi? Po, ishte vetë pengmarrësi i cili ka deklaruar në polici se i kishte ngacmuar motrën e njërit prej këtyre 3 shtetave dhe më pas ta kishin lënë, nëse mund të themi në thojza, një vend për të sqaruar dhe më pas ka ndodhur gjithë skenat të cilën e kanë mbajtur për pak. Sa vjeç është personi i mitur? Nuk janë bërë të ditur të dhënat e tij, as shkolla apo mosha e tij.
Jo, dakor, të shkolla jo, po moshat paktën mundet ta dim, mund të jetë 14, 15, 16, pra Nuk kanë bërë, për shkak të arsyes se moshës nuk që është i mitër nuk kanë për të japin dhe asë moshë. Okej, mirë, dakor, për të diskutuar pak me Gjergjen. Është Pengmarrje. Pengmarrja ose heqje pa ligjshme lirisë. Në fakt janë dy neve. Unë nuk dua të ndalem vetëm këtu një herë, dua ta diskutoj pak bashk pjesën e ndalemi tek rasti konkret, po edhe tek fakti që kamza është shumë problematika. Pra ndjejmë një kamëz e cila sjell vetëm probleme nga aspekti social. Mes adoleshentëve. Po, dhe sidomos mes adoleshentëve. Është e disajt ngjarje. Pse? Çfarë është kamza? Jo, nuk është problemi dhe kamza, po ndoshta është trysnia njerëzore, Trysnia sociale e zhvillimit të mënyrës së jetesës së si ata arrin të edukojnë fëmijët e tyre. Është transmetimi i prindërve, edukata transmetimit të prindërve, qoftë në shtëpi, qoftë edhe jashtë. Po nëse policia i ka këto probleme, përse nuk nuk ka çfarë t'ju bëje brendësisë së shtëpisë. Policia e ka të pamundur, domethënë t'ia lësh barrën policisë për këto gjëra që ndodhin mes adoleshentëve, kjo është absurde, domethënë policia është një hallk e cila në fund të fundit vete ka patjetër që ka detyrimin ligjor të parandalimit. Është e pamundur të futesh në çdo detaj në Këto dy janë që nga oficeri shkollës, oficeri sigurisë së shkolla, stafi pedagogjik, psikologët, të cilët duhet të punojnë pa pushim, domethënë sidomos në këtë nisur nga kjo situatë, sidomos te shkollat e Kamzës, gjimnazit dhe shkollat, duhet është një lloj këmbane alarmi me këto që po ndodhin, domethënë për ditë sherr, domethënë Po. Jo, për ditë. Po thuaj se për ditë jo nga Kamza, po për ditë. Për ditë domethënë mes moshave të tyre, të cilat precipitojnë domethënë patëm rastin dhe të Durrësit që humbi jetën ai fatkeqësisht ai 15 vjeç. Domethënë është një situatë do të thosh alarmante mes këtij brezi dhe shumica e sherrave vijnë qoftë nga këto bullizimet në rrjetet sociale, qoftë në rastin konkret është banal, domethënë ngacmoj motrën. Këto zgjidhje çështja mund të zgjidhen shumë mirë mes prindërve të tyre, po këta duke është mosha e tillë duke krijuar vetbesim. Duke krijuar një vetbesim në vete, duke u treguar dhe te shokët, dhe te shoqëria sa më protektiv ndaj motrës, ndaj familjes, ta kalojnë në veprime deri kriminale, ndaj personave të cilët presupozohet që kanë cënuar. Ja ta pyesim, ku është izoluar i mituri Marcel? Ai ka qëndruar gjatë gjithë kohës me ta në makinë dhe e kanë punuar në makinë, nuk është se e kanë çuar në një vend të braktisur dhe e kanë mbajtur të lirë. Për sa orë e kanë mbajtur? Bëhet fjalë dyshohet se për rreth 2 orë ka ndodhur gjithë skena e ngjarjes. Se kanë marrë nga një pikë nga vendi i takimit ku kishin lënë vendin për të sqaruar, dhe kanë marrë forcë të makinë, e kanë dhunuar brenda makinës dhe pastaj e kanë dërguar në lagjen ku ai banon. Kush ka ushtruar dhunë, 22 vjeçari apo një nga 17 vjeçarët? Nga hetimet paraprake dyshohet se kanë qenë të 3 shtetas që kanë ushtruar dhunë ndaj tij. Nuk është se ka qenë specifikisht një person, por kanë qenë dyshohet se 3 shtetas që kanë ushtruar dhunë ndaj tij. Dikush e ka kërkuar atë të miturin, pra dikush nga familja në një denoncim ka patur, apo ka qenë vet ai që... Pra denoncimi i parë ka qenë nga vet ai flas? Po, ka qenë vet, sapo është liruar nga ta 3 shtetas, ai ka shkuar në komisariatin nr. 5 dhe ka bërë dhe denoncimin dhe ka treguar gjithë ngjarjen. Ku janë sot 3 të rinj, pra janë arrestuar, po çfarë po ndodh me ta? Po, janë arrestuar, janë marrë në pyetje, por nuk është se kanë pranuar të japin shumë shpjegime, thjesht kanë treguar se si ka ndodhur ngjarja, për se kishte filluar dhe konflikti. E kuptoj. Vetëm këto janë detajet që kemi në këtë rast, edhe kuptoj, sepse është edhe mosha që është edhe mosha që pra janë në mosh, personat përveç se 22 vjeçarit në këtë rast, që nuk e dim. Ndërkohë nga ana tjetër, po më thoje pak gjërë që policisë nuk ja lë dot në dorë. Tani, nëse ne kemi një kamëz e cila ka kaq shumë probleme, pse nuk shton policia më shumë forca për të monitoruar atë zonë? Nuk është problem. Se tani këta adoleshentët që shkaktojnë kaq shumë probleme, ka një arsye pse? Të thash, mund të shtosh patrullat, po është e pamundur të mbash çdo qytetar me një polic. Mund të shtosh patrullat, po është e pamundur. Thash, ajo fillon që të edukimi. Nuk është e pamundur policia të gjendet në çdo vend, në çdo moment. Patjetër, gjatë shkollave policia punon me shërbim të përforcuar. Patrullat janë të porositura të patrullojnë në zonat në periudhën e pushimit të madh, në momentin e fillimit të shkollës zonat e pra, policia është instruktuar në aspektin për ta mbajtur në monitorin e shkollave. Po nuk mund të ri polici roje 24 orë tek shkolla për
është sepse ka detyra funksionale të tjera. Një qytet ka kaq patrulla të caktuara, se kaq është organika. Nuk mund të jetë angazhuar me një veprimtari tjetër që ndodh në atë moment. E qartë. Kështu që është e pamundur, po gjithsesi kontrolli ndaj shkollave është prioriteti veçantë ndaj policisë, nga sa kam ndjeni. Okej. Por është e pamundur sepse këto ndodhin në pushim gjatë orës mësimit, gjatë atij pushimit të shkurtër. Prandaj thashë këtu është detyrë e stafit pedagogjik të shkollës, psikologëve, oficerit të sigurisë të shkollës të raportojë çdo lloj sherrri, çdo lloj problemi që has në shkollë. Mirë, faleminderit që ju pata për diskutuar në fakt për të dyja rastet. Gjergj, Manjola, faleminderit për kënaqësi. Marcel, faleminderit për raportimin. Pas pak do të ndalemi tek ngjarja e Shkodrës, por jo vetëm, do të ndalemi edhe pak tek çfarë ndodh në burgun e Kavajës, në zonën e izoluar për të rinjtë dhe për të miturit aty, sepse ai është në fakt i vetmi burg që është për ata të cilët janë nën moshë. Po çfarë ndodh konkretisht brenda institucionit, do të jetë edhe drejtoresha që do të ketë një bisedë me mua. Por më përpara dua të analizoj pak ngjarjen e Shkodrës, sepse në Shkodër ka padur një konflikt ku janë përfshirë disa të rinj dhe sigurisht kjo nuk e bën as pak të qetë situatën edhe atje. Publicitet.